tonë. Prandaj kërkojmë nga presidentja që të reflektoj karshi kësaj kërkese. Ka qenë totalisht e panevojshme kjo kërkesë e dërguar nga presidentja në gjykatën kushtetuese. Ne presim që zonja Osmani ta dekretoj antarin tjetër që vjen nga radhët e PTK-s dhe këtë do duhet ta bënte para datës 5. Argumentet qartazi tonat janë të mbështetura në ligj dhe se vendi i tretë na takon neve marr parasysh edhe rezultatin që kemi marrë në zgjedhjet e fundit Kosovë. Prandaj fuqia politike duhet të reflektoj në përpërin e KQZ-s dhe kjo është baza e krejt asaj çka na kemi argumentu konform pozicionit tonë. Prandaj kërkojmë nga presidentja që të reflektoj karshi kësaj kërkese. Po nuk përjashtohet as kjo mundësi, ne do ta mbrojmë të drejtën tonë, ne do ta mbrojmë votën e qytetarëve pa marrë parasysh se si manifestohet ajo, e në këtë rast manifestohet me antarin e tretë lëvizjeve të ndosin në KQZ. Prandaj do të shfrytëzojmë gjitha rrugët ligjore që ta mbrojmë të drejtën tonë të përfaqësimit nëpër këto institucione ku ne mendojmë që na takojnë sipas ligjit. Ka qenë totalisht e panevojshme kjo kërkesë e dërguar nga presidentja në gjykatën kushtetuese. E njëjta situatë ka qenë në 2021, kur ata kanë ndërzuar një kërkesë presidentja Osmani në Gjajshëm. Atëherë PDK-ja i ka pas 19 mandate dhe vendosja 58 sa herë. Ne kemi shumë 22, ndërsa ata pas 7 gjykata ka kthyr njëjtën përgjigje. Pra vendimi ku më së i pritshëm. Na presim sot edhe sa më shpejt është e mundur që presidenti Osmani ta ndrojë antarin e dytë. Çdo ditë më shumë se sot që vanohet ai atë domon e damton në rand demokracinë edhe bëhet pol në shkatrimin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, i cili ashtu është shumë i damtuar kohëve të fundit nga ndërimet e qeverisë, të cilat i kanë evidentuar edhe veshgus ndërkombëtar. Nëse shohim shkelet e vazhdueshme që ka pasur zonja Xhiu me kushtetutën e ligjit, do mendoj që nuk është personi i duhur që është dashur në lë mundësi me marr çfarë do vendi marrje. Ne presim që zonja Osmani ta dekretoj antarin tjetër që vjen nga radhët e PTK-s dhe këtë do duhet ta bënte para datës 5 prill kur asaj skaton mandati. Ndërkohë një emërim të tillë mund ta bëj edhe zonja Xhiu, por edhe zonja Xhiu si ushtruese e detyrës së presidentit, që ka kompetencat e plota për ta ushtruar mandatin e saj, edhe ajo nuk do duhej që ta emëronte ta zëm njërin nga antarët që vjen nga lëvizjet vendosje. Duhet ta emëroj antarin që vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës.